bashkëdhetar që jetoni e punoni prej vitesh këtu në Athinë. Shumë faleminderit për këtë mikpritje kaq të madhe, kaq të bukur. Natyrshëm që një prej ndalesave të këtij turi falenderimesh për një numër historik bashkëdhetarësh të regjistruar për dhënë votën e tyre në 11 maj do të përfshinte Athinën. Plot 65.000 bashkëdhetar janë regjistruar për të mbështetur Shqipërinë Europiane, për t'i dhënë mundësinë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës që në 11 maj jo vetëm të marrim një mandat për të qeverisur, por të marrim një shumicë për të çuar përpara reforma të rëndësishme. Motra e vëllezër këtu në Athinë. Ju e dini fare mirë që nëse doni një qeveri në Shqipëri që të vazhdoj të bëj punë për Shqipërinë, ajo është vetëm qeveria e Edi Ramës. Dhe ne, shumë prej jush na pyesin gjithmonë dhe na thonë, kur do ta mbyllni marrëveshjen për njojën e pensioneve? Dhe unë po ju them sot këtu bashkë me kryetarin Rama, bashkë me kryeministrin, si që mbyllëm 16 marrëveshje në këto 12 vite me 16 vende për të njohur pensionet, do ta mbyllim brenda këtij mandati 3 dhe marrëveshjen për pensionet me Greqinë. Dhe këtu mund bëjnë dhe një krahasim. E dini se sa marrëveshje për njojë pensionesh bëri Bufi në 8 vjet. Vetëm 2 marrëveshje bëri Bufi. Ndërkohë se sa herë më shumë i bie 16 a krahasuar me 2. A Luli 8 herë. 8 herë. Kam edhe diçka të fundit. Ky takim sot ka një vlerë të veçantë. Vlera e veçantë e këtij takimi është se sot këtu nuk kemi dallime. Këtu me ne sot kanë ardhur socialistët, pa dyshim që po, por kanë ardhur demokratët. Hajmin, çoni dhe ju demokratët. Prandaj motra e vëllezër, këto 65.000 zemra që u regjistruan për të votuar në 11 maj, duhet jetë si kjo salla sot. As majtas, as djathas, po mund qendër, aty është një pesë e bukur shumë, kështu, se e keni merak ju në Greqi, pesa, votoni numrin 5, aty lexon Partia Socialiste Edi Rama, të tjerët nuk vlen fare, as mos i hidhni syt fare. Vetëm 5-ën. Faleminderit. Mirënjohje gjithëve. Edhe më jepni mundësinë edhe nderin që kam sot të ftoj kryeministrin e gjithë shqiptarëve Edi Ramën. Shumë faleminderit.
faleminderit. Shumë faleminderit, ju jam shumë mirënjohës për praninë tuaj masive këtu, edhe pse në një ditë pushimi, dhe dua që të gjithë atyre mes jush apo të gjithë ata që janë pjesë e komunitetit të shqiptarëve të Greqisë dhe që përkasin besimit musliman, të uroj gëzuar këtë ditë të bukur të Bajramit. Arsyeja pse zgjodhëm këtë sallë, duke pasur parasysh edhe rrezikun që një pjesë mos mund të hyjë brenda, është se unë, me që ky është takimi i fundit përpara zgjedhjeve, do dëshiroja që jo vetëm të mbaj një fjalim dhe t'ikja, por dhe të merrja disa pyetje nga ju. Dhe t'i përgjigjesha disa pyetjeve nga ju, ndërkohë që jo do vi pas zgjedhjeve, po pas zgjedhjeve ju jap fjalën që do vim të bëjmë një festë të madhe falënderimesh për të gjithë ju. Dhe do vim pas zgjedhjeve për t'ju thënë që ne nuk I deshëm votat tuaja për të marrë 4 vite më shumë ulur në karrige, por me votat tuaja ne duam të vrapojmë së bashku për të realizuar më në fund ëndrrën shekullore të shqiptarëve që të jenë pjesë e Europës, europian të barabartë me europianët. Më vjen shumë mirë që disa nga miq, shokët, shoqet që më shoqërojnë më treguan se gjatë ditës sotme, duke lëvizur në Athinë, duke bërë takime, duke marrë taksi e kështu me radhë, kanë ndeshur diçka që pak a shumë është e përbashkët tek shqiptarët e Athinës, që të gjithë kanë filluar ta pyesin veten nëse duhet të kthehen apo jo. Qoftë edhe pyetja e vetes nëse duhet ktheheni apo jo, është një tregues që është shumë inkurajues. Ashtu si kundër më pëlqeu shpreha e një taksisti shqiptar këtu që tha, kur erdhëm ishim 100 shkallë më poshtë se këta këtu, sot jemi vetëm një shkallë afër tyre. Dhe jemi këtu së bashku pikërisht për ta ngjitur dhe shkallën e fundit dhe për të bërë njësh këtu me këta dhe me të gjithë europianët e tjerë që jetojnë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, duke u bërë edhe ne pjesë e të njëjtës familje dhe duke ulur në sofrën e përbashkët të familjes së Bashkuar Europiane si të barabartë mes barabartësh. Mua më vjen shumë mirë që në ndërkohë që sot ne kemi ardhur këtu, jemi në gjendje që të ndajmë bashkë me ju jo vetëm çfarë kemi bërë për ta ngritur Shqipërinë aty ku s'ka qenë asnjëherë, për ta vendosur Shqipërinë në pikën ku të huajt, cilët do qofshin afër ose larg, nuk na shohin dot më nga lart poshtë, por janë të detyruar të na respektojnë dhe të na vlerësojnë për atë që jemi.
por nga ana tjetër edhe për ta ngritur Shqipërinë në një pikë ku e ardhmja nuk duket më aq e largët sa ç'duket dikur, ku ëndrat dhe shpresat nuk duken më aq të paarritshme sa ç'dukeshin dikur, ku ndryshe nga vendi që ne gjetëm kur morëm detyrën, sot Shqipëria është një vend që e ka në dorën e vet fatin e vet dhe nuk është në mëshirën e askujt dhe nuk është as në mëshirën e asnjë loje tjetër të fatit. Sot fati ynë është në dorën tonë. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria ishte zhytur në borxhe. Kishte një borxh rreth 80% dhe në ndërkohë të gjitha punët kishin dalur. Të gjitha shërbimet kishin dalur. Spitalet nuk kishin më as furnizim me ilaçe sepse furnitorët ishin ndalur për shkak të borxheve të panumërta që qeveria nuk u paguante më. Shkollat nuk kishin më as shkumsa sepse furnitorët ishin ndalur për shkak të borxheve të panumërta që qeveria nuk u paguante më. Të gjitha ato planet e Shqipërisë së rrugëve kishin mbetur të gjitha rrugëve, sepse ishin prerë shiritat, por nuk ishin vendosur në dispozicion parat. Dhe rrugët e mbetura rrugëve lëngonin, ndërkohë që kompanitë ishin ndalur sepse qeveria nuk u kishte paguar detyrimet dhe ata rrezikonin falimentimin. Sot Shqipëria e ka vënë plotësisht në kontroll borxhin dhe me një borxh rreth 55% renditet në normalitetin e një vendi evropian. Kur ne morëm detyrën, bankat ishin zhytur në kredi të këqija. 25% kredi të këqija është një shifër alarmante. Është një dritë e kuqe që paralajmëron një rrezik të madh. Rrezikun që ne shqiptarët dhe që shumë kush ndër shqiptarët e Greqisë ka jetuar në lëkurën e vet, kur piramidat u kthyen në gropa dhe kur në ato gropa u varros njëherë mirë një pjesë e madhe e pasurisë së tyre të vënë me djerës, të vënë me gjak, të vënë me shumë sakrifica. Sot kreditë e këqija janë 95%, njësoj si në të gjitha vendet e tjera, dhe Shqipëria nuk ka as edhe një rrezik përkundrazi. Kur ne morëm detyrën, të ardhurat për frym ishin vetëm 3.200 euro. Sot janë mbi 10.000 euro dhe në Shqipërinë 2030 do t'jenë 15.000 euro. Kur ne morëm detyrën, paga mesatare ishte diku te 370 euro, ndërkohë në sektorin publik. Imagjinoni, në sektorin ku njerëzit punësohen për të shërbyer të tjerëve, 370 euro pagë, ndërkohë që sot me vitin 2024 të mbyllur me pagën mesatare në sektorin publik 1.000 euro, ne e shikojmë me shumë optimizëm mandatin e 4. Ndërkohë që dhe ky është lajmi për të gjithë ju dhe për të gjithë ata që kanë filluar ta shohin Shqipërinë si vendin ku mund të kthehen, si vendin ku duan të kthehen, por ende ngurojnë për shkak se janë të pasigurt. Janë të pasigurt nëse do të gjejnë aty të paktën atë që kanë këtu. Ndërkohë që unë ju them që kush do të ketë kurajon të kthehet sot, do të gjejë aty mundësinë që nesër të ketë më shumë se çdo ketë këtu duke qëndruar këtu. Dhe paga mesatare aso kohë ishte 320 euro. Sot paga mesatare e përgjithshme pra midis sektorit publik dhe privat është 830 euro dhe në mandatin e 4 do ta çojmë 1.000 euro.
Ju me siguri dëgjoni ata që na përqeshin. Ju me siguri dëgjoni ata që bazohen tek pasqyrat e moçaleve. E moçaleve që fatkeqësisht edhe ju jeni detyruar t'i shihni kur hyni në ato ekranet e telefonave tuaj për të marrë lajme nga Shqipëria. Kur hyni aty për të mësuar se çfarë po bëhet në Shqipëri. Dhe ndër shumë përqeshjet është dhe përqeshja se kur ne morëm detyrën premtuam 300.000 vende pune dhe sipas tyre kjo nuk ndodhi. Mirë po, mjafton që të shikosh regjistrat e shtetit, aty ku në fakt të punësuarit janë të regjistruar me emër dhe mbiemër, aty ku burojnë edhe të ardhurat nga tatimet mbi pagën, dhe kur ne morëm detyrën aty ishin 1.023.000 shqiptarë dhe shqiptare që figurojnë të punësuar. Ndërkohë që në regjistrin e pagave dhe të kontributeve të Republikës Shqipërisë sot janë 1.327.000. Tani, ne e dim të gjithë që Këneta ka probleme të rënda me aritmetikën. Por, unë besoj se aritmetika ashtu siç e kemi mësuar në shkollë, thot se mes 1.023.000 dhe 1.327.000 janë pak më shumë se 300.000 diferencë që janë sot të punësuarit në Republikën Shqipërisë. Pra, në atë Shqipërinë, nga ku, si pas Kënetës, nuk ikte askush, punonin 1.023.000 njerëz, në këtë Shqipërinë, ku si pas Kënetës kanë ikur gjithë, punojnë 1.327.000 njerëz. Sigurisht që Shqipëria është një vend nga ku njerëzit bëjnë zgjedhjet e tyre të lira dhe patjetër largohen në destinacione të tjera një pjesë e tyre për një jetë më të mirë. Po si mund t'ju them unë juve që ju gabuat kur morët përsipër të vini në Greqi për një jetë më të mirë dhe nuk qëndruat në Shqipëri që të luftonit për atë dheun. Në fakt, duke ardhur këtu në Greqi, ju bët një zgjedhje shumë të guximshme. Ju bët një zgjedhje shumë të vështirë. Ju bët zgjedhjen që të hyni detit në këmbë. Por, jo vetëm që duke bërë këtë zgjedhje ju shpëtuat veten dhe familjen tuaj, por duke bërë këtë zgjedhje ju shtuat fuqit e Shqipërisë atje që të ngrihet më shpejt dhe që të ecë më shpejt. Tani, unë dua t'ju them një gjë. Nëse doni të dini se për çfarë ka nevojë Shqipëria në 11 maj, duhet thjesht dhe vetëm të qëndroni një moment edhe të bëni vetëm historikun e thjesht tuaj dhe të familjes tuaj. Të ktheheni një moment mbrapa dhe të kujtoni kur u nisët nga Shqipëria dhe të merrni pak minuta për të gjithë kapitujt e jetës këtu. Qoftë ata që sot janë këtu dhe ishin ata që morën iniciativën kur u nisën, qoftë ata që ishin të vegjël kur erdhën këtu me prindërit e tyre dhe sot janë të rritur dhe kanë fëmijët e tyre, të gjithë kanë parë momente të rrugës ku vështirësitë, ku poshtrimet kanë qenë të patregueshme dhe ku për të ardhur në ditën që fqinjve tuaj rreth e rrotull, juve t'u thoni mirëmëngjes kur ju thon mirëmëngjes dhe mos ju thoni asgjë kur nuk ju thon mirëmëngjes, ju është dashur të luftoni shumë dhe për një kohë gjatë ju është dashur të thoni mirëmëngjes kur ju thoshin plaç. Dhe sot, ju të gjithë jeni imponuar këtij vendi, ju të gjithë jeni imponuar lagjes, ju të gjithë jeni imponuar rrugës, ju të gjithë jeni imponuar
ati këndit ku hyni e dilni çdo ditë bashkë me fëmijët tuaj dhe ku përshëndesni në mëngjes fëmijët grek apo ku i thoni natën e mirë atyre, sepse sot ju keni arritur që të jepni respekt siç keni dhënë gjithmonë, por të merrni respekt siç nuk merrnit kur ishit këtu në kryet herës. Tani, në të njëjtën situatë është edhe Shqipëria sot. Fiks. I ka kaluar Shqipëria të gjitha këto. I ka parë dhe i ka vuajtur të gjitha këto. Falë edhe faktit që ka pasur në krye njerëz të cilët nuk kanë pasur kurajon të qëndrojnë drejt përballë fshinjve dhe përballë të mëdhenjve të Europës e të botës. Nuk kanë pasur kurajon të japin respekt dhe të kërkojnë respekt. Por kanë dhënë servilizëm dhe kanë pranuar edhe poshtrim. Duke bërë që të huajt të na shikojnë si përfaqësues të një shteti që nuk meriton respekt dhe që nuk meriton vlerësim. Sot kjo ka ndryshuar dhe sot ju i duheni vendit në 11 maj për të vënë vulën mbi gjithë këtë proces që ne së bashku kemi ndërmarrë me shumë vështirësi dhe për të realizuar atë që është detyrimi i fundit që çdo prind këtu, çdo prind në të gjithë botën jashtë kufijës Shqipërisë i ka fëmijëve të vet, që t'i jap pasaportën europiane dhe t'i thot mësoj gjuhën greke, mësoj kulturën greke, mësoj gjuhën italiane, mësoj kulturën italiane, mësoj gjuhën franceze, mësoj kulturën franceze, mësoj të gjitha gjuhët e Europës, mësoj kulturën e Europës, por nuk ke nevojë të ndryshosh atë që je dhe që e ke të shkruar në pasaportën tënde shqiptar. Sepse me këtë pasaport që unë, ytat, unë jotëm, të bëra të mundur, duke u bashkuar me Edi Rama dhe me Partinë Socialiste në 11 majin e 2025-s, ti ke mundësi të qëndrosh këtu, të shkosh në çdo vend që do të Europës dhe të respektohesh si europian i barabartë mes europianësh. Sepse kur unë prindi yt, kur ne prindët tu erdhëm këtu, u detyruan të bëjmë shumë gjëra për të mbijetuar. U detyruam ta ulin kurrizin deri në tokë për të mos e humbur betejën. U detyruam të bëjmë punë që ti, biri apo bia jon, as nuk mund të imagjinosh sot që i ke të gjitha të mirat dhe shkon në shkollë, shkon në universitet dhe të duket se jeta ka qenë gjithmonë kështu. Por të gjitha këto i bëm për ty, i bëm për ju dhe tani jemi shumë të lehtësuar sepse juve duhet ta respektoni atë kryqin e bardhë në flamurin e Greqisë, sepse është vendi që ju ka adoptuar, por ama nuk keni nevojë që shqiponjën në flamurin e kuq ta harroni apo aq më keq ta ndroni. Ju jeni shqiponja dhe ju do të jeni gjithmonë shqiponja. Dhe me pasaportën europiane të shqiptarve
dhe të shqiptareve, ju do të uleni në çdo tryezë të Europës për gjithmonë si Shqiponja. Dhe ashtu si kundër në të gjitha tryezat ku mblidhet Europa, përfaqësuesit e shteteve janë poshtë, me lart në për balkon janë përkthyesit e të gjitha gjuhëve, ashtu do të jetë aty edhe përkthyesi i Shqipes, kur përfaqësuesi i Shqipërisë të flas shqip dhe të gjithë tjerët vënë kufjet për të dëgjuar se çfarë po thot shqiptari. Tani, ky është momenti, dhe unë dua t'ju them pse ky është momenti, sepse sot për herë të parë, qysh se ne kemi filluar këtë rrugtim, ju keni filluar rrugtimin tuaj personal, Shqipëria ka filluar rrugtimin e vet kolektiv. Ju keni bërë këtu përpjekjet për t'u integruar, Shqipëria i ka bërë përpjekjet për t'u integruar në botën e madhe. Për herë të parë, Bashkimi Evropian nuk është vetëm në pozitën që thot një ditë do jemi bashkë, por sot thot jemi gati që brenda 2027-s ta mbyllim marrëveshjen me ju dhe brenda kësaj dekade ne të jemi bashkë. Tani, natyrisht që kjo ka ardhur në radhë parë si pasojë e atyre që kemi bërë ne. Në radhë parë si pasojë e këmbguljes sonë, që të kalonim nga një situatë ku në krye të herës na shikonin në rastin më të mirë me keqardhje. Në rastin më të mirë me keqardhje. Në rastin e zakonshëm me bezdi, në rastin më keq me përçmim, në një situatë ku na shikojnë me respekt dhe na shikojnë me besim. Por kjo ka ardhur edhe si rezultat i situatës ku është sot Europa. Ju e dini shumë mirë, ju e shihni, ju e ndiqni, se si gjërat po lëvizin, se si Europa, bota po lëkundet. Dhe për këtë arsye nuk jemi vetëm ne, që si gjithmonë duam të hymë në Bashkimin Evropian një orën parë, por është dhe Bashkimi Evropian që ka hapur një derë dhe thot, e jani, hyni një orën parë. Ama janë dy gabime. Janë dy gabime që asnjë shqiptar sot, pavarësisht se a është i majt, a është i djathtë, a beson tek Partia Socialiste, a ka mbetur peng i knetës, pavarësisht gjitha këtyre, nuk duhet i bëj. E para nuk duhet bëj gabimin që të mendoj se kjo derë e hapur do t'jetë aty e hapur për gjithmonë. Siç është hapur, dera mundet mbyllet. Në të shkuarën, Bashkimi Evropian e ka hapur derën, ka marrë disa brenda, e ka mbyllur. E ka hapur prap, ka marrë ndonjë brenda, e ka mbyllur. Sepse ata janë të mëdhenjt e këtij kontinenti dhe natyrisht janë interesat e tyre që vendosin. Kështu që kjo derë e hapur, mundësie për të mbyllur negociatet deri në 2027-ën, ne duhet të na gjej në këmbë ditë natë që ne të bëjmë detyrën tonë. Gabimi i dytë që nuk duhet bëjnë shqiptarët përballë këtij trenit historisë që ka ndaluar dhe në kushtet kur fati ynë evropian është përputhur me fatin e Europës, është që të mendojnë se këtë gjë mund ta bëjë çdo kush. Jo, këtë gjë nuk mund ta bëjë çdo kush. Këtë gjë nuk mund ta bëjë çdo kush, siç nuk mund ta bënte çdo kush. Atë që bëri Partia Demokratike siç nuk mund ta bënte çdo kush atë që bëri Partia Demokratike në 91-92-shin. Shumë nga ata që shkuan edhe votuan për Partinë Demokratike nuk ishin mbështetës të Partisë Demokratike, nuk ishin as simpatizant të Partisë Demokratike, por vajtën e mbështetën fuqimisht Partinë Demokratike për një arsye që ishte shumë më e madhe se sa të gjitha arsyet e një palë zgjedhje.
që ishte shumë më e rëndësishme se sa kush do fitonte mes partish. Vajtën dhe mbështetën Partinë Demokratike masivisht, sepse ishte një takim me historinë, për të mbyllur një herë mirë kapitullin e një historie të dhimbshme dhe për të ndarë një herë mirë nga një sistem i vjetër duke përqafuar një sistem të ri. Partia Demokratike në atë kohë ishte në kohën e dur dhe në vendin e dur. Dhe me të gjitha rezervat që njerëzit mund të kishin, shkuan masivisht atje dhe e votuan Partinë Demokratike. Dhe ka që vërtet është kjo sa 6 muaj më pas, kur erdhën zgjedhjet vendore, shumica e kundërvotoi Partinë Demokratike, por ama kishte garantuar që sistemi ishte përmbysur një herë mirë. Sot jemi në një situatë ku kohë e dur dhe vendi i dur është ky. Në histori, nëse ajo derë mbyllet, gjërat mund të marrin vite e vite të tëra. Mos harroni se ju thonë dhe i dëgjoni, ç'është kjo punë? Ka dalë prap Edi Rama, kanë dalë prap socialistët, kërkojnë mandatin e 4, thonë do ju fusin Bashkimin Evropian, sikur nuk ju mjaftuan 3 mandate. Mos harroni! Mos harroni! Mos harroni, Mali Zi i ka nisur negociatat në 2012 dhe akoma nuk është futur në Bashkimin Evropian. I ka nisur negociatat përpara se sa ne të vinim në qeveri. Serbia i ka nisur negociatat në 2014 dhe jo vetëm nuk është futur akoma, po tani është mbrapa nesh. Maqedonia e Veriut është bërë kandidate për të hyrë në Bashkimin Evropian në 2005, këtu me siguri ka vajza dhe djemë që kanë qënë 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç në 2005 ose rrezik kanë lindur në 2005 dhe Maqedonia e Veriut është akoma shumë mbrapa. Pse? Sepse ajo derë hapet dhe ajo derë mbyllet. Dhe sot Shqipëria që i ka nisur negociatat vetëm vjet ka marrë një marrëveshje për t'i mbyllur brenda 3 vitesh, 2024-2027 dhe prandaj askush, asnjë shqiptar i ndërgjegjshëm, asnjë prind nuk duhet të luaj me votën e 11 majit që përveç se një vot për të gjitha llojet e problemeve, për gjitha llojet e dëshirave, për gjitha llojet e programeve, të projekteve, është në radh parë një vot për të hyrë në atë derë që historia ka hapur me kohë të kufizuar. Që të mos them pastaj që nuk duhet asnjë shkencë, nuk duhet asnjë përgatitje në histori e në Tikanis. Nuk duhet asnjë urtësi e madhe për të menduar vetëm një moment. Imagjinojeni që Bashkimi Evropian me ne është angazhuar në negociata. Janë 1000 vajza dhe djem që punojnë çdo ditë për negociatat. Në datën 15 maj, Bashkimi Evropian i gjithi, të gjithë liderët e Bashkimit Evropian vinë në Tiranë. Vinë në Tiranë në datën 16 maj. Në datën 16 maj vinë e të gjithë liderët e Europës jashtë Bashkimit Evropian, që nga Britania e Madhe, tek Turqia, tek Ukraina, tek Azerbajxhani e kështu me radhë. Dhe vjen dhe sekretari i përgjithshëm i NATO dhe vinë të gjithë në Shqipëri, vinë në Tiranë në datën 16. Imagjinoni tani se qa ndryshimi ka midis një mesazhi të 11 majit, ku shqiptarët pa dallim partije, ku shqiptarët përtej të gjitha dasive politike i çojnë Europës mesazhin që ne të gjithë duam të hymë në BE dhe të hymë tani, dhe një mesazhi të paqartë
Pastaj, imagjinoni sikur, se kjo nuk ndodh, po sikur papritur e pakujtuar, atyre t'ju rishfaqet bufi i Krenetës si një bashkëbisedus. Imagjinoni Europa dhe NATO që bashkëbisedon me bufin e Krenetës. Se jemi dhe këtu në Athinë, edhe Dëgjo, se jemi në Athinë. Dëgjo. Po lëre më tani. E dëgjo çfarë thot apo jo? Thuaj matuf, thot jo buf. Dëgjo. Jemi në Athinë, edhe bufi kishte dalë një ditë edhe thoshte unë jam krenar, e kam për nder t'jem buf. Sepse bufi ka qenë simboli i Athinas dhe i Minervës, dhe bufi ka qenë simboli i urtësisë edhe i bukurisë, se i duket vetja dhe i bukur ati. Edhe me thënë të drejtën, ju e dini vetë që se sa super seksi është, po problemi është që nuk bëhet fjalë për të njëjtin buf. Bufi i grekëve dhe i romakëve ishte ai që quhet bufi i vogël. Ndërkohë që ky bufi ynë është ai për të cilin populli thot çmë rri aty akoma o buf kënete. Ai bufi i urtësisë, ai rri në male, rri në ullishta, ndërsa ai bufi ynë rri dhe mbretron në një lum që e ka penguar Shqipërinë dhe i ka penguar shqiptarët për kaq shumë vite. Dhe atë bufin në Tiranë ne nuk e kemi trashëgimi nga qytetërimi ynë i vjetër, por ne e kemi peshqesh nga diktatura komuniste. Tani unë dua që t'ju them pse unë besoj se çdo prind këtu në Itali, në Francë, Gjermani, kudo qoftë, në Shqipëri po, që i ka fëmijët të vegjël, ose që i ka adoleshent, ose që i ka në prag të studimeve, duhet të harroj fare se në 11 maj janë ca parti ngarë, dhe duhet të votoj vetëm tek kutia numër 5 për arsye se nëse i jep fëmijëve të vet pasaportën, i ka dhënë mundësinë që të studiojnë këtu apo kudo qoftë, jo si student huaj, por si student evropian. Dhe ndryshimi është që sot, kur shqiptarët shkojnë studiojnë jashtë, ose kur fëmijët tuaj që janë fëmijë shqiptarësh që nuk kanë pasaportën greke, studiojnë këtu, janë të huaj. Futen me kuota dhe paguajnë tarifa më të larta se sa tarifat e studentëve të këtushëm ose atje. Me atë pasaport nuk ka më asnjë dallim. Të gjithë janë të barabartë, janë studentë evropian. Tjetra vjen njeriu zbret në aeroport këtu në Athinë, edhe i thonë dil pak tej, hapo ndej, futu atje. Dhe kudo ku shkojmë na thonë dilni pak tej, futuni atje, edhe futemi në radhë. Akoma sot, megjithëse kemi pasaportën shqiptare që lëvizim lirisht, ne nuk bëjmë dot pa një polic nga mbrapa. Na del polici, ku po shkon, kush të ka ftuar, ke rezervuar hotel, sa lek ke me vete, sa do rish, kur do ikësh? Keni parë ju të shkosh diku nder dhe të thot tjetri kur do ikësh, vetëm ne shqiptarëve na ndodh
kur hym në Bashkimin Evropian. Me atë pasaport ne thjesht do tregojmë shqiponjën edhe do kalojmë bashkë me europianët e tjerë dhe jo vetëm do kalojmë bashkë me europianët e tjerë, por do mund të qëndrojmë ku të duam. Taulandi ju tha se ne do të mbyllim marrëveshjen për pensionet. Kjo është ajo që ne duam, pa diskutim. Por ka dy rrugë sot, nuk ka vetëm një. Deri dje kishte vetëm një rrugë, që të negociojmë me qeverinë greke, me të cilën kemi marrëdhënie shumë të mira sot, dhe të bëjmë ato që bëmë italianët, që na morën frymën me vitet tëra, sepse janë dy marrëveshjet më të vështira, se bëhet fjalë për shumë njerëz. Po ka dhe një rrugë tjetër, që të gjithë shqiptarët e Greqisë, të votojnë aty te numri 5, dhe ne njojën tuaj të pensioneve të mos e marrim përmes marrëveshjes me qeverinë greke, por ta marrim përmes antarësisë në Bashkimin Evropian. Sepse në momentin që ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian, pasaporta kuqezi që ju do të keni të gjithë në dorë, do t'jetë mjaftueshme dhe do t'jetë njësoj e barabartë me pasaportën greke, që nuk do ju duhet më fare. Kini parasysh, pasaporta greke mund t'ju duhet vetëm në qoftë se ndonjëri ose ndonjëra do kenë ambicje të bëhen deputet në parlamentin grek. Ndërkohë që, pse jo, ndërkohë që keni parasysh me pasaportën shqiptare të BE-s, shqiptarët me atë pasaport mund të kandidojnë për kryetar bashkish, mund të kandidojnë për këshilltar bashkiak në Greqi dhe në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Sepse europianët me pasaportën e BE-s, kudo ku rrinë, janë në shtëpinë e tyre. Nuk kanë vetëm të drejtë të zgjedhin parlamentin, që i takon ta zgjedhin ata që janë me pasaportën e atij vendi, po për çdo gjë tjetër janë në shtëpinë e tyre. Prandaj me atë pasaport dhe prandaj me 11 majin Shqipëria hyn në një proces që në pak vite bëhet e madhe sa BE-ja, dhe BE-ja bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe të shkosh nga Shqipëria në Greqi, në Portugali apo në Suedi, shkon me të njëjtën lehtësi përveç distancës, si të shkon nga Korça në Shkodër apo në Durrës, dhe nuk ka as dogana, as kontrole, as të thot njeri ku po shkon, as të thot njeri sa do rrish, as të thot njeri kur do kthehesh, sepse e vendos ti. Tani, a mundet dot të diskutohet pesha e kësaj mundësie, pesha e kësaj zgjedhje? A mund diskutohet kjo kryefjalë, që është një kryefjalë kuqezi e zgjedhjeve të 11 majit, për faktin se disa janë majtas, disa janë djathtas, se disa janë me PS-n, po disa tjerë nuk e duan PS-n, po disa të tjerë, etj. A mund diskutohen këto? Unë mendoj që këto nuk mund të diskutohen përpara kësaj. Është e pamundur. Do të ishte një gabim i madh historik, ndërkohë që historia ka qëndruar para nesh me trenin e saj dhe 11 maj është një ftesë për të bashkuar të gjithë në trenin e historisë. Nga ana tjetër, ju e dini shumë mirë që Shqipëria sot po ndryshon edhe në një aspekt. Dhe këtë dua t'ja u them sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe për ne.
po dyshon në aspektin e barazisë para ligjit. Për herë të parë që nga koha kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, njerëz të lidhur me pushtetin politik, figura me fuqi më të madhe se sa njerëz të zakonshëm, po shkojnë përpara drejtësisë. Prokuror dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik, po i marrin pyetje, po i hetojnë, po i akuzojnë dhe po i dënojnë. Për herë të parë. Tani, ju dëgjoni që këta, të gjithë këta, është shumë interesant, të gjithë këta me bufin e kënetës në krye, edhe me dashurin time e Lulin. Të gjithë këta ishin armiq, jo kundërshtar. Të gjithë këta ishin armiq të betuar të reformës në drejtësi. Të gjithë këta nuk donin të votonin reformën në drejtësi, nuk donin të votonin vettingun, nuk donin të votonin spakun, nuk donin të votonin asgjë dhe u mbyllën të tërë në çadër. Të gjithë. Dhe kërcënuan që nuk do hynë as në zgjedhje. Sot shpresa e tyre e vetme, e dëshpëruar, e mirë, është që spaku dhe gjykata speciale do të shkatrojnë Partinë Socialiste dhe më në fund do të vijë dita atyre. Ndërkohë që ajo që ata nuk kuptojnë, dhe ajo që nuk kuptojnë të gjithë të tjerët, bashkë me këta shitësit e vegjël të qilimave, se kam parë që vinë dhe këtu shitësit e qilimave, thonë merë qilimin tim të trudurosh, që janë të gjithë vegla, dhe që të re kanë vetëm fytyrën dhe moshën e tyre se s'kanë asgjë të re tjetër. Se i patë që dhe kur bën listat e deputetëve, futën baballare, xhaxhallare, krushqe, teze. Të gjithë këta nuk kuptojnë një gjë, që ne nuk jemi në një punë, ne jemi në një mision. Misioni ynë është që të bëjmë Shqipërinë pjesë njëre mirë të familjes europiane. Dhe ne e dim shumë mirë që për të bërë këtë, barazia e ligjit është një kusht. Ashtu si kundër, ne mund mos jemi shumë të mençur, por nuk besoj se na merr njeri për aq budallëj, sa që të hynim detit në këmbë dhe të mos e dinim se duke i dorëzuar drejtësisë shpatën, që në çdo vend normal demokratik europiane ka drejtësia, ndërkohë që në Shqipëri që nga 1912 e kishte i pari qeverisë, nuk parashikonim që ajo shpatë do të binte edhe mbi kokat tona, mbi kokat e disave nga ne. Ne e dinim këtë, nuk jemi penduar për këtë, jemi krenar për këtë. Dhe pavarësisht se mund të kemi rezerva, pavarësisht se mund të habitemi në ndonjë moment për ndonjë lajthitje të pushtetit tjetër, ne jo vetëm që nuk kemi ndërmend të kthehemi mbrapa, por ne jemi të vetmit garant që ajo shpatë do të mbetet në duart e drejtësisë. Ama, nëse shqiptarët duan që barazia para ligjit mos diskutohet më, mos jetë më një çështje e partive, mos jetë më një çështje e liderave, dhe që liria individuale mos diskutohet më, duhet që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian, sepse kush hyn në Bashkimin Evropian nuk mund më të vërë në diskutim barazim para ligjit dhe lirinë individuale. Dhe sa e rëndësishme është kjo, mjafton të dëgjoni bufin, që thot në 11 maj do marr votat, në 12 maj do shkri spakun. Dhe sa të rëndësishëm jemi ne në këtë moment për Shqipërinë dhe për këtë histori europiane të Shqipërisë, e tregon një fakt. Sot të gjithë shqiptarët e dinë kush është Altin Numani. Altin Numani nuk lindi dje. Altin Numani nuk u bë prokuror dje. Ka qenë prokuror me vite të tëra. Asnjë nuk e njifte. Askush
askush nuk dinte që Altin Dumani ekzistonte, dhe Altin Dumani kur më parë nuk kishte thirrur ndonjë politikan t'i thoshte hajde këtu në çik na trego si ke bërë këtë, si ke bërë atë, e lë pastaj të ngrinte akuza etj etj. Pse? Ai është po ai që ishte, një njeri i ndershëm dhe i drejtë, por nuk kishte shpatën, sepse drejtësia nuk e kishte shpatën, sepse shpatën e mbanin ata që ishin në zyrën e kryeministrit, shpatën e mbante Bufi Kënetës që e përdori për të futur në burg Fatosnanon. Dhe sot ne të gjithë të çmojmë punën e Spakut, por mos harroni që ajo punë është bërë e mundur vetëm duke i dorëzuar drejtësisë pushtetin e vetë pavarur, dhe ajo punë nuk do të përmbyset, po do të thellohet dhe Shqipëria do të bëhet një vend i denj që do të garantojë barazi para ligjit për gjithë, vetëm nëse ne e bashkojmë flamurin kuqezi me flamurin e Europës dhe fusim Shqiponjën brenda atyre yjeve që nuk e prek dot më asnjë buf kënete, nga të cilët Shqipëria ka nxjerr plot edhe në të shkuarën. Dhe në mbyllje të kësaj fjale, përpara se sa t'ju kërkoj nëse dëshironi të bëni dhe pyetje, dua t'ju them që është në të drejtën edhe në detyrën tuaj t'i verifikoni, por dua t'ju them që kush punon këtu në Greqi, në ndërtim apo në turizëm, duhet të jetë absolutisht i bindur që nëse do të shohë nga Shqipëria, do të gjej paga më të mira, edhe në ndërtim, edhe në turizëm. Këtë gjë sot që flasim, këtë gjë mos e dëgjoni nga unë, mos më besoni mua, pyesni, interesoni dhe shikoni mundësitë për punë që ka Shqipëria në ndërtim dhe në turizëm, për të thënë dy sektor ku e di shumë mirë që ka shumë shqiptarë këtu që punojnë dhe që ka shumë shqiptarë që e kanë të varur ekonominë e tyre nga këta dy sektor. Nga ana tjetër, edhe nëse nuk mendoni që të ktheheni, nëse keni një tokë, nëse keni një rënoj të trashëguar nga gjyshi në cilin do fshat, nëse keni miq të afërm kushërinj që kanë një tokë, që kanë një rënoj, investojni kursimet tuaja për të ndërtuar atje një agroturizëm, për të ndërtuar atje një pikë përpunimi të produkteve, për të ndërtuar atje diçka nga eksperienca e fituar këtu në Greqi, se keni punuar aq shumë dhe i keni dhënë aq shumë këtij vendi, i keni dhënë aq shumë bujqësisë në këtë vend, sa që keni dijen e një agronomi që ka mbaruar jo një po dy universitete. Prandaj shikoni këtë mundësi. Ne kemi bërë një ligj të ri që do të hyjë në fuqi mbas zgjedhjeve për shkak se është miratuar nga parlamenti, por nuk do të hapen thirrjet para zgjedhjeve, se në Shqipëri këto quhen krime elektorale, se gjithçka po bëjmë, po kohë e kemi, se ne mund edhe të heqim çdo gjë dhe prap po ja u them unë sot këtu, përgatituni nga data 12 mbasdite, domethënë do të shikoni datën 11 në darkë Bufi Kënetës do thot fitore. Në datën 12 mbasdite do shikoni që nga Këneta do fry ajo era dhe pastaj në 13 në mëngjes do denoncohet vjedhja më e madhe në histori e votave. Ne e dim këtë. Por pas zgjedhjeve ajo që ne na intereson është çfarë do bëjmë për t'ju vënë juve në dispozicion paketën e maleve, ku 500 aplikantët e parë do mund të investojnë pa taksa, pa TVSH, pa asnjë detyrim tjetër 10 vjet rresht.
Dhe në ndërkohë, Banka e Shqipërisë e ka vënë në dispozicion një shumë 250 milion euro për kredi që janë nën 3% me 70% të kolateralit të garantuar nga shteti për të gjithë ata që të duan të rindezin o gjaku në shpinë e gjyshit apo së tërgjyshit. Kështu që shikojeni këtë dhe ju takon ju të vendosni. Në ndërkohë që 65.000 prej jush janë regjistruar për 11 maj. Unë kam shumë besim që nga Greqia do të na vi një mbështetje shumë e madhe, por do t'ju lutesha shumë që ta ndiqni procesin me shumë vëmendje, sepse jo në Greqi, se këta këtu janë si ne, po në hënd na çosh ne shqiptarëve, ne të gjitha punët do i lëm për orën e fundit. Mos e lini për orën e fundit që të shënoni aty te kutia 5 Bashkimin Evropian, domethënë vini një shenjë aty që jeni për Bashkimin Evropian, edhe ta çoni dhe ta hidhni në post që kur t'i dorëzoni pasaportën evropiane fëmijëve tuaj t'i thoni merre tani, ta bëri dhe këtë. Mëma apo babai, tani ik, se nuk kemi që bëjmë më për ty. Shiko që do bësh ti për ne tani. Megjithëse ata nuk e di unë që do bëjmë për ne, por rëndësi ka që ne t'i bëjmë gjitha që kemi për ata. Shumë faleminderit. Besoj që ka një... Faleminderit. Besoj që tani ju e jeni ullur, unë jam në këmbë bashkë me ca të tjerë këtu, kështu që ulluni dhe pak nëse doni, nëse s'doni unë në rregull jam, dhe besoj ka një mikrofon, kush ka do një pyetje për të bërë, unë jam në dispozicion, nëse keni, nëse s'keni, në rregull jemi. Urdhë, po. Ja me radhë. Ja pra se e morja i me radhë. Po pse bërtet, mo gjanë, qke? Pedhja, pse bërtet? Riurt. Ja ku e mori, po. Zoti Kryeministër, përshëndetje, është kënaqësia jonë që ndolleni sot me ne këtu në Athinë. Një sekond, mo. Ja, se po flet, do vidra dhe ja të ty do të jap, direkt, sa të maroj. Po, jo, nuk është ai, është ajo, prandaj do e jap. Se po t'ishte ai si a epja. Zoti Kryeministër, përshëndetje, ju falenderojmë shumë që jeni sot me ne këtu në Athinë. Afroj pak mikrofonin, dëgjojnë ata lart se. Ju falenderojmë shumë që jeni sot me ne këtu në Athinë, është kënaqësi e madhe për ne. Zoti Rama, pyetja që kisha unë është që ju kam dëgjuar gjithnjë që thoni që duhet të kthehemi në Shqipëri sepse pagat janë të larta. Ajo që duhet janë kredite buta për apartamente. A keni në plan diçka konkrete për këtë gjë? Faleminderit. Shumë faleminderit. E para një herë, unë nuk i them askujt çfarë duhet bëj, se cili duhet bëj atë që mendon se duhet bëj. Unë nuk hyj tek ata që i thot të tjerëve çfarë duhet bëjnë për jetën e tyre. Dhe unë nuk i them duhet ktheheni në Shqipëri, u them shikojeni Shqipërinë edhe vlerësojeni mundësinë të ktheheni, sepse ka 1, 2, 3, 4 gjëra që nuk keni për t'i marrë vesh kur si qëndrojnë nëse informoheni nga kënetat mediatike, nëse hapni televizorët në darkë, të paktën kur i hapni televizorët në darkë, sigurohuni që fëmijët të mos i keni para ekranit, po edhe nuk i merrni vesh kur shkoni në për telefona që të shihni lajmet, se aty ka vetëm lajme që janë përgjithsisht gjysmë të vërteta dhe që janë lajme që vetëm flasin për zi. Ndërkohë që realiteti i Shqipërisë, realiteti i jetës përditshme është krejt ndryshe, ka problemet e veta, nuk diskutohet, por ja u thash. Në Shqipëri punonin 1.027.000 vetë, sot punojnë 1.327.000 vetë. Kështu që ju vlerësoni vetë. Unë ditë ju them që pagat në Shqipëri, në turizëm,
në ndërtim, nuk diskutohet në sektorin e teknologjisë, pa ishte sektor më special, po themi, janë paga që janë njësoj si këtu, janë edhe më mirë se këtu, dhe mbi të gjitha, keni parasysh që këtu juve nuk ju mban njeri me të ngrëna, me të spira dhe me strehim kur punoni në turizëm, dhe nga ana tjetër, nga paga që merrni, taksat tuaja këtu janë shumë më të larta se në Shqipëri. Kështu që janë të gjitha bashkë. Plus pastaj që nuk diskutohet që në fund të ditës është Shqipëri, edhe e ka dhe atë lezetin që kudo ku të shkosh nuk e gjen dot. Për sa i përket shtëpive, duhet të them këtë, në këto vite ne praktikisht edhe për shkak se ndodhi tërmeti, kemi ndërtuar nga e para, kemi rindërtuar apo kemi mbështetur me investime për eficiencën e energjisë 35.000 shtëpi. Në mandatin e 4 kemi në plan që të vendosim 300 milion euro për strehimin dhe me prioritet do të vendosim emigrantët që kthehen për të investuar, do të vendosim profesionistët që kthehen, pra nëse një mjek, nëse një inxhinier, nëse një specialist në çfarëdo fushë kthehet në Shqipëri për të punuar, do të mund të përfitojë nga kredit lehtësuarat për strehim. Dhe në këtë mënyrë ne besojmë që do krijojmë mundësi edhe për çiftet e reja. Pra nëse ti për i martuar je për shumë, nuk je i martuar, po e dashuron atë vajzën që nga në krah, apo nuk ja ke thënë akoma. Mirë, gjeje kurajon, thuaja, ja ajo tani po kthen kokën andej, thot shqyr që ta thash unë ty se ajo ka kaq kohë që po pret edhe thot thuaja, dilni për një kafe, mos i koprac, jepi dhe një lëng portokalli, pastaj ashtu si padashje thuaj do të shkojmë për darkë, ajo do pranoj se e shoh nga sytë që mezi po pret, dhe nëse në fund nga gjithë ky proces ju do vendosni të bëheni një çift i ri, ne për çiftet e reja do jenë pjesë e këtij programi dhe do përfitojnë nga këto kredit lehtësuara. Dakord? Po kjo nuk është kusht që patjetër të martohesh me një shqiptare, unë martohesh me një greke. Ti e di. Europian, po tamam. Martohu me europian, po. Po tjetër, jepe pak zonjës atje, sepse i dash fjalën. Jepe pak. Po patjetër. Ja, erdhi mikrofoni, një sekond. Erdhi, po ja. Ja pra po, erdhi mikrofoni, po vjen pra. Ja ku e ke, zonja atje. Mbas zonjës do të vi atje patjetër. Po pra të regu një mikrofonësh. Orame. Jepe pra. Respekte. Jeni figurë shumë e shquar për momentin për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Mirë po, ka dhe mangësira akoma mbas kaq kohëve që juve jeni lideri ose udhëheqësi i Shqipërisë. Jemi të kënaqur për atë gjë. Mirë po. Mangësit që janë shumë të mëdhaja dhe që vrasin mund ta them, ose janë shumë tek njerëzit janë ata të ultit që nuk kanë takatin të arrijnë ato degët e mëdhaja, administrata për mendimin tim në Shqipëri është 0. Atje s'na ndihmon dot njeri. Më bëj pyetjen. Tani pyetja ime është që sipas ligjit që kemi marrë ato të tokave që ju thatë çik më përpara se do vete t'i përvetësojmë apo ku di unë. Akoma në këtë kohë kanë kaluar shumë kohë edhe s'kemi marrë akoma certifikatën e tokës. Opote, mua kush më siguron? Po. Që kjo do jetë një premtim i realizuar
edhe unë të vi të bëj investime. Po. E para. E dyta. Jo, të lutem se ka dhe të tjerë. Me këtë pyetje do të përgjigje. Është pyetje shumë e rëndësishme kjo. Falenderoj. Një problem personal, Oshea e Gjirokastrës për mua është 0. Tani do lësh të na mërziten tjerët, të kuptova. Falenderoj shumë, Shumë faleminderit. Tani, disa gjëra të thjeshta. E para punës një herë. Një sekond, jo, se tani, jo. E morëm një nga ajo zonë tani, se janë ata tjerët atje. Të lutem, ti ja përgjigje? Ashtu, faleminderit. Atëre, e para e punës që po të mos kishte probleme, po të mos kishte gjëra plot për të rregulluar, për çfarë do vija unë këtu dhe për çfarë do kërkoja unë një mandat tjetër. Pikërisht sepse ka plot gjëra akoma për të bërë dhe nuk ja lëm dot në dorë as bufit, as atyre shitcave të qilimave. Dhe në ndërkohë keni parasysh një gjë. Në fletën e votimit, të gjitha qarqet dhe të gjithë bashkë ata që votojnë Partinë Socialiste, keni tek numri 5 partinë më të re dhe partinë më të vjetër që është në gjitha të fletë. Disa dalin dhe thonë ne jemi rinia, ne jemi të rinjt. Ata fytyrën kanë 3, moshën kanë 3, po përveç se kanë, nuk e di sa veta kanë mbrapa, por në lista kanë babalar, teze, xhaxhallar, krush. Ne kemi numrin më të madh të rinjve dhe të rinj ne nuk i kemi lënë si bufi, që i ka lënë lirë në kënet që kë do të haj, kush do të haj, le të haj, sepse bufi për vete i ka mbledhur gjitha ata zhapikët edhe gjitha bretkocat e dashura brenda të listat e mbyllura. Ne në listat e mbyllura, pjesën më të madhe, dërmuese i kemi të reja dhe të rinj, pra ata janë deputet sot, ja ku janë këtu dhe disa prej tyre. Kështu që, siç kemi partinë më të re, kemi dhe partinë më të vjetër, sepse kemi dhe eksperiencën. Sepse të qeverisësh duhet eksperiencë, nuk mjafton vetëm të jesh i ri. Apo jo. Kështu që, pse po ta them këtë? Po ta them sepse unë jam këtu për të kërkuar mandatin e 4 për Partinë Socialiste, por në ndërkohë ne po punojmë që të bëjmë dhe kalimin e stafetës tek një gjenerat e re. Dhe atë gjenerat të re që nesër do të marrin dorë këtë punë e keni aty në listat e votimit. Administrata tani, juve deri dje, për të marrë një cop letër, edhe një certifikat, do të vini në Shqipëri. Nuk e merrni dot nga këtu. Sot, nga Greqia dhe nga Australia, mund të marrë shërbime drejt për drejt në platformën që ne kemi të shërbimeve i Albania. Apo jo? Po, kështu që pjesa dërmuese e shërbimeve, 95% e shërbimeve nuk ka nevojë fare as të vish në Shqipëri, as të takosh administratën, as të dëgjosh administratën, as të japësh lek njeriu, as të fusësh mik, mjafton të futesh në Albania edhe merr shërbimin. Duro pra atë. Se the administrata është 0, unë po të shpjegoj pse nuk është e vërtet kjo. Por një sekond, të ta shpjegoj. Se nuk po them që s'ke të drejtë, por ama e vërteta duhet vendosur aty ku është. Nuk mund themi, unë nuk të them do ty administrata është shkëlqyshëm. Po kur më thua 0, them jo. Sepse po të ishte 0, nuk na thoshte Bashkimi Evropian, hajde një futuni në Bashkimin Evropian. S'na thoshte. Në administrata 0, nuk futja negociatat që bëjmë me Bashkimin Evropian janë pikërisht këto. Dhe momenti kur Bashkimi Evropian të thot hajde futu, do të thot që ti ke një shtet që funksionon si shteti i Bashkimit Evropian. Tani ju në Greqi jetoni, mos më thoni mua tani që këtu është perfekt çdo gjë. Lutem. Po bra. Ashtu. Tani, po vitek Duro mor se do vi aty. Duro.
Nuk të falë fare se do vi, do mbaroj unë njerë pastaj se të dëgjova, e di që do më thua është për letrat e pronës, dëgjoj tani. Po pra, po, dëgjoj pra tani se, dëgjoj se kur unë fillova këtë punë, i kisha flokët tëra të zeza dhe dhëmbët i kisha të mijat. Tani shikohe, edhe dhëmbët i kam bukur, po s'janë të mitë. Do me thënë gjithë të vite, diçka e mësova dhe unë, tani të lutem. Paketa që të thash ka pikërisht këtë, pse e kemi bërë? E kemi bërë për të gjitha ta që kanë tokën në fshat, tokën e të parve, por nuk i kanë dokumentat, nuk e kanë të hipotekuar. Atëhere, në ndërkohë, në fshat, fshati e di që është toka jote, apo jo? Të tjere dhe din, që është. Se di atë fshati që është toka jote, apo atëhere ke probleme. Atëhere më falë. Po nëse se di atë fshati që është toka jote, atëhere ke probleme. Jebja pak mikrofonin, ndërkohë po shpjegoj që çështja e tokës. Po të lutem pra tani se nuk do bëjmë debat bashkë, se është pa kuptim. A në rregull, dakord. Por paketa e maleve ka këtë kuptim. Ka shumë njerëz që janë në zona të caktuara, në veri apo në jug, që e kanë tokën, që faktikisht nuk kanë konflikt për tokën me fshinjët. Nuk e kanë pranuar 7501 sepse ju bie ndryshe. Atëherë e kanë thënë, këtu e kam pasur unë, këtu e kam pasur ti, këtu e kam pasur ai, jemi dakord. Këta nuk marrin dot leje për të zhvilluar diçka, këta nuk marrin dot kredi në bank, këta nuk marrin dot fonde nga Bashkimi Evropian, sepse nuk kanë hipotekën. Atëherë, nëse futen tek paketa e maleve, mjafton që Këshilli Bashkiak i atij vendi t'i japi një dëshmi që kjo është toka e këtyre që janë zotrus de facto, po nuk kanë letrat, dhe me atë dëshmi ne i japim lejen e zhvillimit, merr kredin, e but në bank, e blen, paguan vetëm 1 euro për të filluar zhvillimin dhe kur mbaron të gjithë investimin, e hipotekon dhe toka bëhet e tija 100% me hipotek. Kjo është gjëja. Jepja pak mikrofonin atje. Mi mbrëma, këtu mikrofon. Po, urdhë. Mirë mbrëma, ju keni ardhur disa herë në Ka Athinë. kuptim tani se unë një njeri jam këtu tani. Një njeri, një mikrofon. Ju doni të luani futboll, gjithë doni topin tuaj, por nuk bëhet kjo. Tani, vazhdo. Mirë mbrëma, ju keni ardhur disa herë në Athinë dhe unë ju falenderoj për këtë. Unë kam një pyetje në lidhje me votat. Ne këtë radhë do votojmë me në anë postare. Sa siguri kanë votat tona? Si do kontrollojnë votat dhe a ekziston mundësia që ato të hapen? Po të hapen ku? Ajo, siguria, ekziston mundësia që të jenë të sigurta. Ky është i proces që e bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zgjedhur ose do zgjedhë, nuk e di, një operator ndërkombëtar. Operatori ndërkombëtar që bën postën rekomande, do sjelli zarfin te ju duhet të jeni në shtëpi që të merrni zarfin, do ta mbushni, do ta nisni dhe po ai operator do sjelli tek KQZ-ja në Tiranë. Jemi pak, ju do ta çoni në post, jo në kosh. Do vi zarfi, do ta hapësh. Me kujdes, se atje brenda është edhe vota. Se duhet ju them disa djemve që janë shumë paduruar, jo me dhëm, duhet hapur me kujdes, që mos hash votën. Edhe nxirret vota, vihet shenja, futet te zarfi tjetër, idhet në post, edhe do shkosh ti më gjan. Po. Urdhro, kush Zoti Rama. një atje tani se po kërkon dikush atje. Përshëndetje. Zoti Kryeministër. Jo, burrave i vjen radha vetëm kur mbarojnë gjithë gratë. Po ja, paska marrë një burr, urdhro, fol. Zoti Kryeministër.
Urdhëro më fol. Ju lutem, tej. Ju përshëndesim. Më thirë orame. Thirë. Mirë se na erdhet në Athinë. Gjaja e parë, komplimente për atletet. Shumë të dëgjoj mirë çfarë thua. Komplimente për atletet. Komplimente për atletet. Po, shumë bukura. Pika e dytë, ju falenderojmë jashtëmase ku na mblidhni gjithë këtu mes flamurit shqiptar dy krenare. Ju falenderojmë jashtëmasen mes Athinës. Ke pyetje? Patjetër. Për hyrjen e Bashkimit Evropian në 2030-ën, siguria juaj, në rast se Greqia na bllokon përsëri, qeveria Rama çfarë bën? Apo kush e pyet Greqin? Tani ti sa kohë ke qenë në Greqi? 30 vjet, pa dokumenta 30 akoma. vjet. Shqipen e fliske mirë. Jashtëmase. Ti e mban mend atë shprehjen po të kishte halla. Ha? Tani, po që është gjithë kjo entuziazm, apo që është gjithë kjo entuziazm? Tani, se e them atë, do me thënë, ne nuk mund nisemi nëse kjo do bëj kështu, nëse kjo do bëj ashtu. Unë di t'ju them këtë, që Bashkimi Evropian na ka caktuar bashkë me ne një kalendar për të bërë negociata. Kini parasysh që kalendar 3 vjeçar për negociatat nuk ka pas kur në njëherë asnjë vend. Gjithë kanë pas 7 vjet, 8 vjet, ju thash, Malizi ka që në 2012. Dhe në momentin që ne i mbarojmë negociatat, atëherë komisioni, që është qeveria, i çon të gjithë shteteve anëtare dhe Greqisë, do t'i çojë dokumentin që me Shqipërinë mbaruam, Shqipëria është gati, etj. Dhe pastaj në të gjithë parlamentet e vendeve anëtare do votohet për të marrë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. Në ndërkohë, dua t'ju them këtë. Ne me Greqinë patëm atë momentin e vështirë për shkakun e çështjes që ju dini, se s'dua t'i kthehem 1000 herë asaj çështje. Dhe sot ajo çështje që ka përcyer, ne jemi në marrëdhënie shumë pozitive. Duhet ta dini që me kryeministrin Mitsotakis edhe me qeverinë e tij ne jemi në një dialog të vazhdueshëm. Kemi bërë një përparim domethënës në drejtim të atyre çështjeve për të cilat kemi pasur dakordsi, për shembull tek ato çështje që lidhen me minoritetin. Dhe tek disa vendime që kemi marrë për t'i sankcionuar disa të drejta të minoritetit, si për shembull e drejta për të vetë deklaruar etj, janë çështje të cilat duheshin zgjidhur dhe ne i kemi zgjidhur dhe është pozitive. Kemi patjetër në tavolinë nga ana jonë kërkesën për të hequr përfundimisht ligjin e luftës, se është një absurditet. Ne jemi dy popull shumë të afërt, ne jemi dy vende aleate në NATO, në dokumentin ton politikës jashtme, Greqia është një partner strategjik bashkë me Turqinë dhe me Italinë, dhe ne jemi në gjendje lufte, sepse ka një ligj absurd këtu, që është ligji i luftës. Dhe insistimi ynë është që ky ligj duhet të hiqet. Dhe unë kam shumë besim që edhe kjo, edhe çfarë ka tjetër çështje të mbetura ku, me thënë të drejtën, shumë shpesh është ngatruar politika padrejtësisht, shumë shpesh bufat e kënetave nacionaliste andej dhe këtej kanë bërë rëmuja dhe kanë futur gjithë dynjan në sherr. Ne do t'ja dalim që të ngrihemi mbi gjithë këto këneta dhe në bashkëpunim të ngushtë me miqtan këtu në Athinë do të bëjmë që mes Shqipërisë dhe Greqisë të hapet një epokë partneriteti strategjik, jo thjesht në kuptimin që kemi sot, por në kuptimin e një ndërthurje shumë më të fortë të të gjitha punëve dhe të vetë njerëzve. Nuk ju thash dhe më vjen keq që më doli nga mendja me gjithë këtu e kishte shënuar që kemi filluar procesin e mësimit gjuhës shqipe me 50 mësuesit e parë për fëmijët.
do ta vazhdojmë, po ndërkohë, siç ju kam premtuar herën e parë ku kam ardhur, kemi fal një bashkëpunim me disa të rinj shumë të talentuar në teknologji, kemi gati një platformë që do ta prezantojmë besoj në javët e ardhshme, që është një aplikacion, njësoj siç është Facebooku, njësoj siç është Google-i, njësoj siç janë aplikacionet tjera aty të ato mbrollat që i kemi ne, që do të mund ta shkarkojnë të gjithë prindrit që kanë fëmijë të vegjël dhe është një aplikacion për të mësuar gjuhën shqipe, duke mësuar historinë, duke mësuar personazhet dhe besoj që do të jetë një ndihmë shumë e madhe për prindrit. Nuk do zëvendësoj shkollën, klasat, por do jetë një ndihmë shumë e madhe. Dhe keni parasysh dhe gjë tjetër, me futjen në Bashkimin Evropian ka një program të dedikuar për klasat në gjuhën amtare të europianëve që jetojnë në vende të tjera. Kështu që edhe në këtë aspekt un kam bindjen që futja në Bashkimin Evropian do të jetë një hapësirë e re për të bërë masivisht mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët që prindrit duan t'ja u mësojnë gjuhën shqipe. Po edhe një pyetje të fundit aty te ajo vajza me të kuqe. Jo, te ajo vajza me të kuqe që është mes. Më kërkoj, po bra, po, eksakt, qo, po, jepja mikrofonin. Po. Shiko, ti që je mbrapa vajzës, lëre vajzën të marri fjalën, se unë nuk dëgjoj mas një burr. Po, merre mikrofonin. Jo, ma atë nuk e dëgjoj, ti të ke gjë për të thënë. Nuk ke gjë për të thënë. Mirë atëre. Erdhi momenti që gratë s'kan gjë për të thënë, atëre u thanë të tëra, shumë faleminderit. Edhe në 11 maj të bëjmë hapin e madh historik për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Hadi.